mas pari shumë mirë po dokni, edhe do ashta me pyet se çka i thoni sot Nusës, Agnesës, vajzës së shkurtës. Qa me i thonë ditën e dasmës, ne i urojmë gjithë më të mirat, më të bukrat, ta shijoj. Martesa është e bukur, pavarësisht ulje ngritjeve, po gjithsesi është institucion për cilit fillon edhe e ndërton familjen dhe e ngren një institucion lartë. Kështu që martesa është gur themeli. Qështë e keni sezonën për këtë vit? Kena me kënu. Jo, shpari ne njojmë shkurtën, shkurtë e feqen, ton jetën është një artiste e meritume, respektume, edhe poshtë edhe nga aspekti njerëzore, kombëtar, për të jetë një mike, hajrushi po ashtu, i njojmë këtë familjen e shkurtës, edhe këta të familjes djalit, Lauratit, Shatri, i kemi misë familja jo në Ardina shumë vjetë ma herët, juroj dyve që të kenë fatë, Agnesës juroj që tha dhe Anita, tani ishon e ri familjen, është ishon e ma i vlefshëm njetë besën, juroj ma të mirat njetë. Unë po të më të abo një pyetje se e dina që gjithmonë bashkëshortja juaj Anita duket shumë bukur. A i ndihmon ti me dukjen, apo është ajo Anita vetë që vendos për gjanat e tij? Ja, është Anita vetë. Do me thonë çdo herë duket bukur. Se mon plom dorës. Ja, është Jo Anita ka vetë. rëndësi me kon. Unë me gjenetike kam. është vetë edhe... shumë Do me thonë si prej babi teme të poshtë, krejt duken mirë të familja jam, po gjithsesi edhe Ramushi e ka kontributin e vetë se manë mirë vallahin. Po nuk dohet ashtu, se ti e vetëm i, unë s'kam çka me bo ma A ju mirë. merr malli najherë kur të vini në për darsma, qysh e ndjeni atë darsmën e Juve në atë kohë, ose a keni ndaj farë nostalgjie? Pak ma herët i thash, kur të kom e bo për vjetorin e martesës, thash, kom i thonë, kushdo që vjen me kënu, ma bo kongën, o, lumja toka, o, kush e shkel me kongë. Inshallah ju shak gjithë lumtur, nuk po du m'ja uzgat shumë, edhe jemi me faqë që ju kemi, kështu që veç të mirat njët. Faleminderit edhe juve suksese, edhe ju uroj shqiptarëve një pjesë të mirë të këtij viti se kena pas lodhje shumë.